Ashtu, mashallah. Hajde, të rehatueme, kjo është vendi për juve. A përlush Floreza? Si ju kam, a jeni edhe me disponim, po njëtë, si po dukeni? Mirë, faleminderit. Uroj që po. A kujdeseni, pra, kush kujdeset më shumë për kë? Për dukjen, për veshjet, pra këto këshilla që kemi nevojzat. Kemi qef me marra provimin e dikujt në veçanti? Na të dyat kemi qëllu njësoj edhe i kena të njëjta dëshira gjithmonë, kështu që është qasja shumë e lehtë. Për këtë arsye se kena problem dyat e këshillojmë njëra tjetrën. Pra edhe nga stili jeni njëjta. të njëjta. Bukur shumë, vjen shumë mirë që ju kam sot këtu, po thoja edhe shikuesve që do të flasim gjëra gjatë për ju, për raportin e juaj, po le ta nisim me ato të Zvicrës. Di që për ju zënja Visare në Zvicër jeta ka filluar shumë vite më përpara. Sa ke qëndru në Kosovë? Në sa vjeqe keni shku në Zvicër? Kom shku më 20 vjeqe. 20 vjeqe. Ta kujton deri në 20 vjetë në Kosovë. Pra si e ke atë memorien kur të pysin për vitet e asaj periude? E kujtoj një fëmërin time që kom jetu, një fëmërit mirë, Kryesisht pra ke kujtime të bukura. Bukura. Për dalim për e Flauresës, që është edhe gjenerat tjetër, por edhe që ka jetu më gjatë në Kosovë para se të shkojnë në Zvicër. Po, unë jom lindë dhe jom rritë në Kosovë. Tash i bëj 2 vite që kom shku në Zvicër. Edhe për mu po ashtu pa tjetër që pjesa me familjen edhe jetesa në Kosovë është diçka që së ndroj asnjëherë. Normal. Po edhe jetesa në Zvicër ju më ambientu, ndoshta pak edhe për arsye të karakterit tim, jom një person që përshtat na lehtë kudo që shkoj, e një ashtu ma kanë lehtësu shumë edhe familja e burrit, cilti falenderoj edhe jom shumë e lumtur për këtë aspekt. Në çka e kishe para se me shku në Zvicër, cilat i kishe ato po them dilema, ose pikpyetjet se sa lehtë ka me pas këtë ambientim, një gjuhë të huaj, krejtësisht ambient të ri, mënyrë e jetesës tjetër. E vërtet, nuk ka qenë as pak e lehtë, ndoshta edhe vetë fakti që këtu e flasim një gjuhë tjetër, është gjuha jonë, shoqërinë, familjen, rrethin, të gjithë i kum lanë këto, dhe patjetër që kur e din që kemi shku në një vend krejt tjetër, njerëz të ri, botë të re, nuk është të që lehtë, po tash najna të ri jena ma sot pak me mu ambientu pak ma shpejt, kështu që mirë, gjithë shka ka shku mirë. Okej, të flasim pak edhe për angazhimet e juja. Flauresa është e angazhume tek bota estetikës, te e bukura, ashtu edhe si vetë. Faleminderit. A ka fillu kjo angazhimi joti edhe kjo dëshire joti rreth estetikës prej Kosovës kur ke qenë, apo tek kur shkove në Zvicër? Po, unë faktikisht kom studiu edhe jam e licencuar për infermieri të përgjithshme, por gjithmonë si hobi edhe dëshirë shumë e madhe imja ka qenë edhe pjesa estetikës. Është diçka që më pëlqen shumë, edhe kom bo qysh një moshë shumë të re, por pasi kom shku atje, kom fillu edhe ma intensivisht edhe profesionalisht pa tjetër, ku tash e kemi një studiu bashkë me një kolegën time shqiptare, që i bëjmë disa trajtime të ndryshme estetike, edhe mirë, gjithë shka, shumë mirë. A është zonja Visare kliente e klinikës suaj? E rregull. E rregull. A merë me hatër si vjehër? E marë ekstra. Një termin të veçantë, besoja. Cilat janë kërkesat që i bën kryesisht Flauresës, sa i përket të bukurës, duke ja besu 100% me që është edhe e fushës? Per pin, për flokë. Për flokë, okej. Të Flauresa, thojt. Trajtime të ndryshme, pa tjetër që mami kur gjenë aty ma beson mu punën, ato e presën e prej mamit, edhe nuk është një person që ka komplikime as pak. Pra nuk është fort me komplekse, ta len komplet në dorë ty. Në anën tjetër, në angazhim kështu më të rregullt edhe ditorzën ja Visare, e ke punën tënde që e bën prej vitesh në shtëpinë e pleqve atje, apo të më shuarve. Qish është ndjenja, sa je lidhur emocionalisht me ta edhe qka të ka tërheq më shumë ti për me bo këtë punë? Ka tërheq si fëmijë gjithë këm pas dëshirë me pleq, i marë shumë edhe i këm darë shumë pleqt. Për këtë arsye, kur kam shku në Zvicër, këm bo edhe puna tjera, po dëshira ma madhe ka qenë këto që e bëj me pleq. Kjo dëshira, me qëndru afër dhe me kalu biseda me të mëshuarit, më duket na vjen prej përvojave tona personale. Vetë ke kalu shumë kohë me gjyshret, qa kujtime ki, me ko ke qenë ma e lidhon? Me gjyshën këm pas gjyshën në shtëpis këto dhe na konë si vajza shumë të lidhën me ta. Edhe për këtë arsye, unë e pleq përgjësi kom të shumë. Edhe i du shumë, edhe jam sikur të familjes, ku të vdes një, unë e qaj
Sikur më konë i prindi jemi, si jam shumë e lidhme, edhe më dojnë shumë.